Vendi përballet me dobësi të thella dhe shumë vjeçare në sistemin zgjedhor, ku edhe pas më shumë se një dekade, emrat e personave të vdekur ende figurojnë në listat zgjedhore. Kjo pasqyron mangësitë e shumta të kodit zgjedhor. Xhabir Deralla nga Qendra për Liri Civil, në intervistën për Alsat, tha se mungesa e transparencës nga shumica e subjekteve që marrin pjesë në zgjedhje e thellon edhe më tej krizën e besueshmërisë në proceset zgjedhore. Dalin njerëzit me lot në sy nga vendvotimet pasi që e kanë parë të afërmin e tyre që ka vdekur 1 vit, 2 apo 5, 10 vite më parë. Ka shumë raste të tilla në secilën komunë. Na kanë arritur deri në 5-6 ankesa gjatë rrethit të parë. Kuptohet se të njëjtën do ta shohim edhe në rrethin e dytë. Ne kemi probleme pasi kodi zgjedhor ka shumë dobësi. Deralla përmendi gjithashtu edhe problemet me pajisjet biometrike dhe trajnimin jo adekuat të komisioneve zgjedhore. Ne në atë kohë kemi kritikuar atë vendim. Konsideronim se nuk është e nevojshme të investohen aq shumë para në diçka që është e mundur të mos funksionoj, duke pasur parasysh kapacitetet infrastrukturore dhe profesionale të administratës zgjedhore. Ne shohim se administrata zgjedhore nuk kanë ndjekur trajnim dhe kur shohim se kanë komisione të tilla, mund ta paramendoni se sa funksionojnë ato aparate të gishtërinjve. Ai shtoi se ankesat nga ana e personave me aftësi të veçanta janë gjithnjë e më të shpeshta, për shkak se shumë vendvotime vazhdojnë të jenë të paarritshme për ta, pa infrastrukturë të përshtatshme dhe pa kushte minimale, që do të mundësonin atyre të drejtën për të votuar.